Zonë nderuar, doja për analogjit ju përmendja një rast, po në Shqipëri, kryetari i Bashkisë së Tropojës ka qenë 11 muaj në arrest shtëpie, pra në një mas të përkohshme, që nuk është bashkia, nuk ka qenë në arrest bashkia, nuk ka qenë në zyrë të tij, ka qenë në shtëpinë e vet. Dhe tani lind pyetja, janë të gjithë qytetarët e barabartë? Pse është ndryshe një qytetar i Tiranës me një qytetar të Tropojës? Dhe pse toleranca në Tropojë është 11 muaj, kurse në Tiranë është respektivisht 2 javë, 3 muaj dhe 7 muaj. Pra, këtu kemi një disbalancë totale. Ajo që di t'ju them është që sa herë që më shkërkuar kam qenë prezent, por insistoj në argumente që dhash gjatë fjalës time. 2 gabime nuk prodhojnë më shumë drejtësi. Dhe për të gjithë ata që kanë argumentin po për qytetarët, patjetër. Po s'pari kam unë një betim dhe një kontratë lidhur me qytetarët që duhet ta mbroj. Së dyti dhe për ata që po kandidojnë, po sikur nesër t'ia bëjnë Ogertës, Florit, Arlindit. Një masë sigurie, pra kaosi që mendojmë që kemi tani nuk është gjë hiç me kaosin nëse kjo do kthehet në një standard në të gjithë Shqipërinë, në kryetarët e bashkive. Kështu që kjo është një betejë që po bëj edhe për ata që do të vinë pas meje, kurdo qoftë ajo ditë. Faleminderit.